Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Në këtë muaj të begat të Ramazanit, duhet që të jap disa këshilla të shkurtra, të cilat e lut Allah subhanahu wa taala që të na bëjnë dobi. Ebu Dherri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Kije frikë Allah subhanahu wa taala kudo që të jesh. Të keqen pasoje me të mirë, në mënyrë që ta fshije ata. Dhe me njerëz që sillen me moralin më të bukur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Ebu Dherrit radiallahu anhu me këtë mesazh, i cili është mesazh për të gjithë ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka përmendur disa të cilësi që duhet me pas besimtare, të cilat kanë dhe një rol të rëndësishëm në muajin të Ramazanit. E para prej tyre frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, ittaqillaha haythuma kunt. Kije frikë Allahun kudo që të jesh. Me pas frikë Allahun, me qenë i devotshëm, do thotë që të vesh, të vendosësh një pengesë midis teje dhe midis asaj gjë që e kundërshton Allahu subhanahu wa taala, midis gjunaheve. Do thotë zbatimi i urdhave të Allahut subhanahu wa taala dhe largimi nga haramet. Allahu subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an famlar shumë ajete të cilat nxisin për devotshmërinë ndaj Zotit, nxisin për frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju besimtar, keni frikë Allahut me një frikë të sinqertë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman. Pra, po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne kemi porositur ata të cilët kanë qenë përpara jush dhe juve që të keni frikë Allahut subhanahu wa taala. Frika ndaj Allahut realizohet duke kryer obligimet dhe duke u larguar nga haramet, duke u larguar nga gjunahet, duke vendosur një pengesë midis teje dhe midis asaj që e zemron Allah subhanahu wa taala, kështu që ti të jesh i mbrojtur. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha këshillën e dytë: "Wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dhe të keqen pasoje më të mirë, sepse ajo e fshin atë. Besimtari musliman, sado i devotshëm që mund të jetë, ai është njeri dhe nuk është i mbrojtur nga rënja në gjunahe. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që në rastin se e bën një gjuna, atëherë le ta pasojmë këtë gjuna me një vepër të mirë, me namaz, me sadaka, ose me dhikr të Allah subhanahu wa taala, sepse ajo do ta fshijë atë. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur, do të thonë, nga një burr i cili kishte rënë në zina dhe ishte penduar shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet atë duke i thënë: "Hal salata ma'ana?" Thot: "A falesh thot me ne?" Pejgamberi, ky burr i thot: "Po thot." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Veprat e mira i largojnë veprat e këqija. Prandaj, në rastin se bën një gjuna, atëherë nxito për të penduar tek Allah subhanahu wa taala dhe për të kërkuar falje, për të bërë vepra të mira. Sepse veprat e mira i fshin veprat e keqija. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Veprat e mira i zhduken veprat e keqija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj i tha: "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dhe sillu me njerëz me moralin më të mirë dhe me moralin më të bukur. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfshirë tre gjëra kryesore që në rastin se besimtari i realizon ato, atëherë ai ka me arritur lumturinë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. E para është marrëdhënia me Allahun subhanahu wa taala, marrëdhënia jote me Allahun e lartësuar.
Marrëdhënia e besimtarit me Allahun, me Zotin e gjithësisë, duhet të jetë duke pasur frikë atë dhe duke i kryer obligimet, urdhat e tij subhanahu wa taala, duke madhëruar Allah subhanahu wa taala, duke i kërkuar falje Allah dhe duke e përmendur atë subhanahu wa taala. Duke pasur frikë dhe duke qenë i devotshëm ndaj Allah subhanahu wa taala. Ky është urdhë që do thonë detyra që kemi ne ndaj Allahut të lartësuar, duke ju bindur atij. Pastaj është marrëdhënia jon me vetët tona. Marrëdhënia besimtar me veten e tij duhet që të jetë, do thonë, duke nxitur veten e tij për vepra të mira dhe duke u larguar nga veprat e këqija, dhe në rast se bie me ndonjë gabim, atëherë le të kërkoj falje Allah subhanahu wa taala dhe le të shtojë veprat e mira, sepse nefsi i njeriu e nxit atë për vepra të këqija. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nefsi i njeriu të nxit atë për vepra të këqija, prandaj njeriu duhet që ta luftojë veten e tij, nefsin e tij, në mënyrë që të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe marrëdhënia e tretë është marrëdhënia e njeriu me shoqërinë, me fisin e tij, me familjen e tij, me bashortën e tij, me prindërit e tij, me fëmijët e tij, me njerëzit të cilët e rrethojnë atë. Duhet që të jetë me moral të mirë. Dhe morali i mirë është ndalimi vetes tënde për të shkaktuar dëm atyre. Nxitja për të bërë mirë, për të qenë i buzëqeshur me ta, për të qenë i sjellshëm dhe i butë dhe i mirë dhe i afër me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka nxitur për moralin e mirë në shumë hadithe dhe në shumë thënie të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Aktharu shay yudkhilu nasa fil janna", pra gjëja të cilën më së shumti i fut njerëzit në xhenet, taqwallahi wa husnul khuluq. Devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe morali i mirë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë gjëja që më së shumti person në ditën e gjykimit është morali i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: unë thotë jam dërguar në mënyrë që t'i përsos morale të larta. Feja islame është feja e moralit, është feja e bamirësisë, është feja e mirësisë. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allahu i don ata të cilët bëjnë mirë. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët janë të drejtë. Inna Allah yuhibbus sabirin. Allahu i lartësuar i don durimtarët. Dhe në këtë muaj të Ramazanit, mesazhet të cilat ne mësojmë për këtë muaj të Ramazanit është se ne duhet të jemi të devotshëm. Dhe pikërisht ky është mesazhi që na ka thënë Allah subhanahu wa taala, ky është do thonë qëllimi që ne të realizojmë në këtë muaj, arritja e devotshmërisë. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, o është bërë juve obligim agjërimi ashtu siç i është bërë obligimet njerëzve të cilët kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të arrini devotshmërinë, frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për mos ngrënie dhe mos pirjen tuaj. Allah subhanahu wa taala ka nevojë që ne të arrijmë devotshmërinë. Allah subhanahu wa taala ka nevojë që ne të braktisim moralet e ulta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxitur për atë person i cili do thonë është nën do thonë trysnin e lëndimeve ose të fjalëve ose të sharjeve, ai do thotë inni saimun, unë jam agjërueshëm, në mënyrë që mos ta ndyj gojen e tij dhe në mënyrë që mos të prish moralin e tij. Pra, në këtë muaj të Ramazanit ne duhet të arrijmë devotshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, ne duhet të arrijmë do thonë përsosmërinë e veprave tona, duke qenë të bindur ndaj Allahut, duke u larguar nga gjinat dhe duke arritur do thonë bindjen e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe përsosmërinë e adhurimeve dhe duke arritur moralin e lartë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë se kur unë gjitë në mimber tha 3 herë amin. Kur e pyetën sahabët se pse the amin,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se mua më ka ardhur Xhibrili alayhis salam dhe është lutur duke thënë 3 herë që u largov nga mëshira e Allahut ai person i cili e ka Ramazan dhe nuk i falen atij gjunahet. Gjunahet falen me devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala, me bindje ndaj tij. Falen me veprat e mira. Falen duke pasur besimtar moral të lartë, moral të bukur. Prandaj ky hadith lidhet shumë ngushtë me këtë muaj të Ramazanit, por se edhe me jetën e përditshme të besimtarit dhe me muajt e tjerë. Besimtari duhet të jetë gjithë jetën e tij, duhet ta ketë synimin e tij arritjen e devotshmërisë. Inna akramakum indallahi atqakum. Njerëzit më të mirë tek Allah subhanahu wa taala janë njerëzit e devotshëm. Wal aqibatu lil muttaqin. Fundi i lumtur i takon njerëzit të devotshëm. Prandaj me devotshmëri ne do të arrijmë fundin e lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Me moral të mirë ne do të arrijmë atë gjë që nuk mund të bëjmë dot me veprat. Me moral të mirë njeriu arrin xhenetin dhe arrin gradë më të larta në xhenet. Luftimi i nefsit për mos veprimin e veprave të këqija dhe për të vepruar vepra të mira është një sfidë për besimtarin që duhet ta ketë deri në ditën e gjykimit. Dhe le ta di besimtari se innal hasanati yudhibna sayiat, veprat e mira i fshin veprat e këqija. Prandaj mos ta humbash shpresën tek Allah subhanahu wa taala. Por se le ta nxjis veprën e tij për pendim, për kërkim falje dhe për shtim të veprave të mira. Elos Allah subhanahu wa taala që të bëjë të dobishme këtë që folëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.